Një rast që të ka mbetur në mendje nga pacientët tu. Unë kam shumë raste. Por kam një rast që akoma kam në farmaci. Është një nën, është burri vet i ka ndruar jetë nga një sëmundje me stadium tumorale. Të njëjtën sëmundje i ka ndruar jetë dhe djali. Dhe tani ka dy një për të vegjël që kanë po të njëjtën sëmundje, binjak. Ajo i ka çuar në Itali për t'i kuruar atje, ka nusen e djalit në moshë të re që rri me fëmijët e vegjël, bën 3 punë. Nuk fle kurrë, fle në turnin e natës, në punën e turnit të natës. Ajo thotë shkoj në shtëpi vetëm për të ndruar. Ajo vjen një herë në 2 ditë në farmacin time dhe ajo kurrë nuk ikën pa më lënë bakshish. Domethënë, çfarë vlere ka ai 500 lekëshi apo 1000 lekëshi që ajo ma lë mua bakshish? Çfarë lek gjaku është ai? Dhe ajo të bësh luftë me atë nën, ti thuash nuk e dua, thot unë kam dëshirën maksimale të ta lë ty këtë. Domethënë për mua ky vlerësimi nuk ka më lart se kaq. Unë kam arritur atë ku dua të arris si farmaciste.